është më shumë se katastrofik. Me qindra shtëpi janë përmbytur. Krejt prona të shkatruara, pasuri e përmbytur nga uji. Shteti 48 orë pas kësaj tragjedie që nuk ka ndodhur për shkak të motit, por për shkak të një qeverie të korruptuar e të një bashkie që ka vjedhur të paktën 46 milion euro, është zhdukur, duke i lënë këta banor në mëshirë të fatit. I bi thirrje të menjëhershme Edi Ramës të ndërprit pushimet, shteti duhet të çohet në këmbë të vi pranë banorëve, të cilët duhet të dëm shpërblehen çdo qindark dëm që ka ardhur si pasojë e një babëzie e një korrupsioni të pafre, që sot po rëndon mbi supet e këtyre familjeve. Është kriminale ajo çfarë ka ndodhur në Durrës. Kjo shtëpi e djalit tjetër. Fatkeqësi natyrore mund të ketë një herë në 20 vjet, por jo çdo vit. Shkoni një pronë të në ujë. Uji ka shkuar gjysmë metër. Para 3 mush u bë tjetër. Para 3 mush. Para 3 mush janë përmbytur prapë. Po. Nëse para 3 mush tjetër. Asnjë sta makina se ka dalë shpërdorime. Po le. Këto janë pasojat e korrupsionit. Skizofrenik të Edi Ramës. Këto janë pasojat e korrupsionit, ja. Përmbytje. Sepse ka vjedhur lekët e kanalizimeve, lekët e ushqimit ka vjedhur. Lekët e hidrovoreve që nuk punojnë i ka vjedhur, i ka futur në xhep. Prandaj fshihet Emiliana Sako. 40.000 lekë. Që duhet nxjerr për zverku nga zyra, për zverku nga zyra. Ajo duhet vite 40.000 lekë kujt kishim kanalizime i paguaj muj për muj. Po si të vi ajo këtu? Si të vi ajo? Çfarë do thotë? Vetë vi se Ajo duhet nxjerr për zverku nga zyra. 700 lekë metër kubin e ujit të këtij uji që është tani këtu e merr ajo. E merr çdo muj. Të metër kubit. Po ndihma ushqimore ka shteti. Në ndihmë ushqimore ka shteti. Kom futur atë ne po e sipër, si kom shit makaronet e vajtur. Asi gjë. A çfarë po e? Jam supermarketit. Gjitha me lekë Jam të xhep. supermarketit. Shumë kanë gjën surtore, se unë jam me familje, unë nuk rri pa bulleti, nuk rri pa ushqim. Jo. Smer. Kriminale. Kjo është kriminale. Atë janë të mijat. Është kriminale. E o këtë xhepim. Se ka çu apo se. Nëse këtu tani jepet makinave tonë, nuk ka. Por të hyj këtë tjetër nuk shohim mundi. Mirë më. Çej ka di para fut. Shkollë, ka di para këtë fut. Kretë rrugisën e kanë fundën këtu. Kjo është e parë do? Jeszcze mocniej, a ta... Co nie jadł? Ten pasi, czym było tak, czym po prostu. No jestem nowy człowiek. Çilia, hadi kurwa. Emre sega. Vedi vardı. Kjo shtëpia që i varme dhe djalit tjetër. Hadi. Juste 6 milion euro ta bie thon. Tora. Po, unë di shumë mirë, po. Pas ka ne. Ka shishi. Edhe duhet të dësh problem çdo qytetar. Duhet të dësh problem shteti. Kusha Shteti, sholla po se petisi. Çdo qytetar do dësh problem, çdo qytetar. Sholla po se peti, se profti. Nuk i ka përmbytur Zoti, i ka përmbytur qeveria dhe bashkia. Që kanë arxhu, kanë vjedh 46 milion euro, s'punojnë as hidrovoret edhe as kanalet, i kanë bllokuar. Po hidrovori e di pse s'punon. I di pse s'punon. Hypi makinën shona mallaj sa të shojmë. Po di po. Se i ka vjet, i ka futur xhep. Po jemi janë asa. Po të shojmë. Kriminale. Po të shojmë në mallaj. Po të shojmë në mallaj, në mallaj. Të shojmë në mallaj. Hidrovori. Apo çe ka. Ka dalë jashtë funksionit e gjithë. Kërë pajisë të gjithë. Komplet. E pa në time. Anë vë. Si kjo i? Smer. Ha? Smer. Ai thon pajisë një televizorit? Ka mbaruar që është. Ne tani këto duhet të pagoni ju prapë. Me lekë të xhep. Unë do ble benzinë në çatyre. Prizhi, a vesh atë benzinë? E bie prizhi. Po as ushtri s'ka ardhur as emergjencë civile. Ore, jena që poshtë në rrallë të kurdi. O, me zë mëra makinë, nuk shara ke me shita ty këtë mojnë. Më të cilin e një makinë Ki bërë shpinë në ujë.
E kam fut çati, kam çitë me çati, Një makinë emergency service kështë dursi. Jo, ta një makinë. Ja, shi vënë po. Ne shkut në kapa janin që një të dukarat nuk jo për të gjumën të saj, fase ka dy flikas. Faleminderit. Faleminderit që bërë. Inshallah, ju që dhe me një milionës.